Ndërsa ne do të bisedojmë tani me Fidan Shatrin, drejtorin ekzekutiv të Agjencisë për Sport në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Tash vjen në Ministrinë e Rinisë dhe Sportit me sistemin e ri. Fidan, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit Naim për juve për mundësinë. Hap shumë i rëndësishëm thash, miratimi i ligjit për lojrat mesdhetare Prishtina 2030, miratimi në Kuvend. Po, e vërtet, është një ndër po mënoj hapat më të rëndësishëm në sport, edhe ky ligj krijon edhe bazën ligjore edhe institucionale për organizimin e ngjarjes, mund të them ngjarjes më të madhe në vendin tonë, e cila do të organizohet në vitin 2030 dhe hap rrugë për implementim dhe zhvillim të utjet të organizimit dhe projekteve cilat janë edhe obligim për organizim të ngjarjeve të tilla. A ka edhe hapa tjerë para se të implementohet komplet? Apo këtu me miratimin Kuvend përfundon? Po mendoj që tash e presim deri të hynë edhe në fuqi të shpallë gazetë zyrtare dhe pastaj obligohet që të në bazë të ligjit qysh edhe përcakton organizimin e komitetit ekzekutiv dhe pastaj të zhvillohet dhe të vazhdohet realisht aty edhe ku jemi me punë në këtë kohë kur edhe po flasim. Pas përfundimit të kësaj pjesës miratimit, implementimit ligjit e gjithçka tjetër, çka e pret tash Kosovën në rend? Cilat puna presin të parat? Po mendoj që punët të cilat ose hapat e rradhës pas i ligji, po mendoj që fillimisht është finalizimi edhe i dokumenteve kyçe si master plani dhe po ashtu edhe po mendoj koordinimi me gjitha institucionet që pas master planit pra infrastrukturën sportive, organizimin e lojra mesdhetare pra dhe të identifikohen dhe të vazhdohet që sidomos infrastruktura të renovohet këto objekte sportive të cilat janë të parapara për renovim dhe ato objekte të cilat janë të parapara që të ndërtohen nga fillimi. Pra, po mendoj që është fokus tani prej një procedure, fokus që kalon në implementim. Me infrastrukturë, renovim, po e kuptojmë këtë pjesën e stadiumit që është përmend, a i nevojitet Kosovës stadium me ulse më shumë për ceremoninë e hapjes lojrave mesdhetare? Po mendoj që në librin e kandidimit në atë kohë kur është Kosova kur ka kandidu për fitim të lojrave mesdhetare, pra futbolli ka qenë pjesë e lojrave mesdhetare. Pra, po në atë kohë dhe tash rregullat kanë ndryshuar, pra futbolli nuk e kemi pjesë të lojrave mesdhetare, po flas për vitin 2030. Stadium kombëtar normal që është e nevojshme që të kemi dhe do të kemi, por sa i përket kohës dhe periudhës për 2030, mendoj që nëse stadiumi kombëtar nuk është gati, mund të ketë edhe plan B, pra të rritet kapaciteti i stadiumit të Prishtinës apo format tjetër për hapje dhe mbyllje të lojra mesdhetare. Pra, mendoj që ndoshta stadiumi Fadil Vogël ndoshta mund të adaptohet për hapje edhe për mbyllje. Pra se nevojitin dikun rreth afër 30.000 ulse dhe po mendoj që mund edhe të adaptohet. Ndoshta jo formën më të mirë, por mund të jetë i gatshëm për hapje dhe mbyllje, pra si plan B ose format tjetër, pra në sheshet e komunës e Prishtinës, sikur ka qenë, po mendoj ngjajshëm me Paris si ka qenë hapja e Olimpikut. Po plani mbetet sigurisht ndërtimi i stadiumit nacional. Stadiumi nacional është, po mendoj, është në planet edhe të ministrisë, pra është buxhetuar jo vetëm për lojra mesdhetare, por tjetë edhe në shërbim të futbollit kombëtar ose futbollit
dhe ngjarjeve të tjera mallore që të hynë në stadium funksion. Pra, përveç lojra mesdhetare, ideja e lojra mesdhetare është pikërisht kjo që të zhvillohet infrastruktura sportive dhe pas lojra mesdhetare të mbetet trashëgimi për sportin vendor dhe organizimit të ndryshme ngjarjeve ndërkombëtare. Pra, realisht deri në 2030 financiarisht shteti i Kosovës do të jetë minus. Pra, për investimet që do të bëhen. Dhe pas 2030-s mendoj që do të kthehet ky investimi që do të bëhet deri në atë kohë. Bazë të asaj që ke pa dejtash se i ofër edhe në punimet që zhvillohen mes Kokut dhe pjesës organizative me Komitetin Olimpik, Komitetin Mesdhetar, a jemi në kohë, Fidan? A kemi kohë mjaftueshëm? Realisht në fund të nëntorit në vitit kaluam kemi qenë në asamblenë e përgjithshme dhe Italia, e cila është organizatore në këtë vit e lojra mesdhetare, pra po flas në atë kohë kur disa nga investimet në infrastrukturë kanë filluar në atë kohë. Po flas për shtetin e Italisë, e cila po flasim një 7-8 muaj para datës së hapjes së lojrave mesdhetare. Por unë mendoj që nëse fillojmë këtë vit me qasje më të shpejt, besoj që në fund të vitit 2029 gjithë infrastruktura do të jetë gati. Por e mora këtë paralele me shtetin e Italisë për shkak që po mendoj që nuk kemi vonë, pra heq stadiumin kombëtar, pjesa tjetër e infrastrukturës mendoj që do të jetë gati pasi dy hapësira më të mëdha, pra qendra studentëve dhe pallati i Rinisjen, mendoj dy investimet më të mëdha që do të bëhen. Mendoj që jenë rrugën e dur, pra besoj që ka mesi i muaj qershor do të hapet nderi për projekt për qendrën e studentëve, gjithashtu edhe për pallatin e Rinisë. Pra kemi të bëjmë me agjencionin francez, agjencionin francez dhe për pallatin e Rinisë, Bankën Evropiane për Zhvillim. Pra janë dy institucione ndërkombëtare që do të merret kredi dhe në këto dy lokacione po mendoj që në fillim të vitit të ardhshëm do të fillojnë edhe punimet, pra që është investimi më i madh që do të bëhet. Është koha e paraparë për testime? A do të ketë testime para se të vijë koha për fillimin e lojrave mesdhetare? A ka ndonjë afat? Sipas planifikimeve të cilat janë bërë, është fundi i vitit 2029, pra që mund të organizohen edhe të testohen edhe në fillim vitit 2030. Okej. Realisht edhe në takimin që kemi pas me Federatën e Gjudës para disa ditëve, Federata e Gjudës ka shpreh interesim që në fund të vitit 2029 ta organizoj kampionatin evropian, pra një ngjarje mallore. Dhe po besoj që pikërisht do të lidhet edhe me infrastrukturën e cila do të jetë gati në atë kohë dhe normal që e ka mbështetjen edhe të qeverisë dhe ministrisë që një kampionat i tillë të na vi pranë Kosovë, pasi që e dim për Gjodën që kemi 5 medalje olimpike dhe një ngjarje e tillë po mendoj është nder për edhe për vendin dhe për shtetin tonë. Kështu që paralelisht edhe me ngjarje mallore paraprake edhe të testohet infrastruktura, por edhe të organizohen ngjarje të tilla, dhe po besoj që do të ketë edhe ngjarje të tjera, por ky ka qenë edhe ideja edhe kërkesa e Federatës Gjudës. Çfarë testimi fantastik, ha? Kampionat evropian në testim, domethënë është nuk ka kur shkon më mirë. Po shpresojmë që do të jemi në kohë dhe normal, të gjithë ne, sidomos judo, kemi dëshirë që ta shohim një ngjarje të tillë në vendin tonë. Po, në anën tjetër edhe shtetit i takon tash me tregu që për një me e dëshirojnë këtë ngjarje edhe me ndez motorat shumë a shumë. Realisht me ngjarje ndoshta të nivelit të ndryshme, ndoshta jo të nivelit të kampionatit evropian, Ministria ka
mbështet edhe vitin kalum, mbështet edhe këtë vit, dhe po mendoj të mbështet edhe viteve të ardhshme dhe po mendoj që sidomos para lojave mesdhetare të organizohet edhe ndonjë ngjarje tjetër madhore, pra që t'ju tregojmë të gjithëve se ne edhe dim edhe mujm që me organizu ngjarje të tilla dhe realisht ne organizim ngjarje të tilla edhe përgatitemi edhe për organizim të lojrave mesdhetare. Fidan, falenderoj shumë për kohën, informacione shumë të vlefshme që kanë qenë të nevojshme me dëgjuesit e Radio Dugaxhinit kur jemi në këto lëvizje shumë të rëndësishme sa i përket një organizimi kaq të madh në vendin tonë. Faleminderit Naim edhe për juve, edhe po shpresoj që do të kemi edhe ditë pas ditëve edhe lajme të tjera të mira për sportin. Shumë faleminderit Fidan, punë të mirë. Gjithashtu edhe juve.